Janë ka i zhagitin edhe fatkeqësisht që paska shqipfolca, shqiptarqiqa thojmë na, shqiptarella që shkojnë e dëshmojnë kundrej generalve shqiptarë të cilët i mbrojnë vlerat e UÇK-s. Këtu është ata persona janë persona, si ne, janë general, janë ka i mbrojnë vlerat e ushtrisë shërbimtare. Në qoftë se pas nga bu ata qa shumë, kur të vinë, mundëm i denu në këtu. I denon popli. Amo unë im ka që ditë në shumë se për ata i kom marrë dokumentacioni se shka të foli me dokumentacion. Jo veç me fjallë. Ata janë të vujtë me mishë me shpirt që me imbroj vlerat e ushtrisë shërbimtare. Mes me një losë ushtrinjë shërbimtare. Zoti Krasniqi, jemi pra ka fundi emisionit. Veç një, shka po shkruhet në Facebook-a, jemi nuk e din kë popull që krejt komentet që shkruhen negative, ndaj, gjithve i lexojnë animisht. Mos të merren me komente, me shamje, me fymje. Ne e kemi e pat bishtin, ja këpusim mësë pas, janë gjesim, dhe të lojmë inatet individuale, dhe të lojmë inatet personale e të hecim për paren. Në vitin 2006, pra, ju thatë që jeni zënë nga Interpoli. Po. Si ka ndodhur kjo, pra, ju dërzoj Kroacia, apo si ishte kjo pjesa pasaj për të vuajtur dënimin për luftën që keni bërë në Kroaci? Po, Serbia, si për mu, si për Rahimin, si për Glavashin, si për asi e kamerashe dhe Kroacia, duh menshue me në kapa. Normalisht, se Kroacia gjykatën speciale nuk e ka shu, se kur na, si e propozum gjykatën speciale. Edhe më ka kapi Interpoli, një vjetë kom najtë në Gjermani, më kanë transformu në Kroaci, për muna me thonë, 15 vjetë, unë vetëm mrena si kom qenë. Pa vikend, pa kur gjo, se sa i përket respektit, se nuk do të përmeni unë që faqini kom, se muqinat nuk ma rrisin menen, jam shumë i lartë jem.